Përshëndetje të gjithëve nga Golfo Mbytyl. Sot është një ditë shumë e veçantë sepse ka marrë një surprizë që nuk e prisja, një çmim për humanitet të nivelit gold, i dhënë nga një ndër personazhet më të dashura dhe më kontribuese që ka diaspora shqiptare këtu në Gjermani dhe më gjerë në gjithë Europën, nga zoti Fitim Brahimi, i cili si pasojë edhe një bashkëpunimi që kemi pasur, ku kemi kontribuar me anë të njohurisë tonë, qoftë psikoterapisë por dhe si mjekë urgjence, më ka treguar një çmim të tillë. Kështu jam shumë e privilegjuar që të marr një çmim të tillë, kaq domethënës. Faleminderit dhe miru takofshim në eventet e radhës në Europë dhe në vendet shqiptarëse. Përshëndetje të gjithëve nga Golfo Mbytyl. Sot është një ditë shumë e veçantë sepse ka marrë një surprizë që nuk e prisja, një çmim për humanitet të nivelit gold, i dhënë nga një ndër personazhet më të dashura dhe më kontribuese që ka diaspora shqiptare këtu në Gjermani dhe më gjerë në gjithë Europën, nga zoti Fitim Brahimi, i cili si pasojë edhe një bashkëpunimi që kemi pasur, ku kemi kontribuar me anë të njohurisë tonë, qoftë psikoterapisë por dhe si mjekë urgjence, më ka treguar një çmim të tillë. Kështu jam shumë e privilegjuar që të marr një çmim të tillë, kaq domethënës. Faleminderit dhe miru takofshim në eventet e radhës në Europë dhe në vendet shqiptarëse.